Përurohet përfundimi i punimeve për ndërtimin e hidrocentralit Sasaj në komunën Lukov të rrethit të Sarandës, një investim privat prej $9 milion. Prodhimi mesatar vjetor i energjisë parashikohet të jetë 35 milion kWh me impakt pozitiv veçanërisht në zonën e Bregdetit. Kryeministri Berisha deklaroi se kjo vepër energjetike do të përmirësojë me 25% parametrat e furnizimit me energji të zonës më turistike të vendit, siç është Bregu Jonjan. Mbetem i bindjes dhe mendimit se pasuria të gjitha pasurive në këtë vend, pas njerëzve qytetarëve të saj, janë ujërat e Shqipërisë. Ujërat të cilat vërshojnë në të katër anët e saj, nën tokë dhe mbi tokë. Ujërat të cilat u japin mundësi shqiptarëve me një shfrytëzim racional të shndrohen në një superfuqi energjetike të energjisë rinovueshme në rajon. Nisur nga kjo, theksoi kryeministri, qeveria çeli garen e koncesioneve me një ligj të ri për ndërtimin e hidrocentraleve, në mënyrë që ujërat e territorit shqiptar të shndërrohen në vlerë. Rezultatet, theksoi kryeministri, janë të pakrahasueshme me asnjë vend tjetër. Qeveria ka firmosur me sektorin privat ndërtimin e 327 hidrocentraleve. Në total, këto përbëjnë një investim prej 2.5 miliardë euro. Këto përbëjnë një prodhim prej 1.400 megawatt kundrejt 1.200 megawattve që është sot kapaciteti instaluar i prodhimit të energjisë të vendit. Së shpejti në treg do t'jetë kaskada e Vjosës, kaskada më e bukur, më e fuqishmja, që pret për të ndërtuar. Zoti Berisha zhvlerësoi komentet negative mbi procesin e koncesioneve, duke i cilësuar ato si meskine dhe që frymëzohen nga interesa politike tepër të ngushta apo interesa biznesi. Kjo është njëra anë e platformës sonë, të cilën kundërshtarët tanë kur e shpallën e përqeshën, kur deklaruam në vitin 2005 se do të 2 dhe 3 fishojmë turizmin, faktikisht ata që besonin këtë premtim. Ku është turizmi sot? Është mbi 10 fishur. Dhe ju, burra dhe gra, që jeni sot këtu në të shesh, duhet njej krenar se trashëguat vendin ndër më të varfrit e planetit dhe po ndërtoni për vete dhe fëmijët tuaj një vend të zhvilluar, një vend që shpejt do t'jetë vend i pasur. Hidrocentrali i sapo përfunduar përmirëson në mënyrë rrënjësore në sasi dhe cilësi furnizimin me energji elektrike të aksit bregdetar turistik jugor. Gjatë procesit të ndërtimit u punësuan 130 punonjës, 28 prej të cilëve do të vjojnë punën për menaxhimin e tij. Hidrocentrali respekton standardet evropiane mjedisore dhe kërkesat turistike të zonës, duke u integruar me masivet e Bregdetit në mënyrë që të ruajë këto vlera turistike.